Një magazin me mbi 10.000 suplemente ushqimore dhe bimore të skaduara është zbuluar nga Policia e Tiranës. Pas një hetimi disa mujor nga krimi ekonomik u finalizua operacioni koduar Audienca. Subjekti tregtar me aktivitet ndërkombëtar në fushën e reklamimit digjital tregtonte kremra dhe vajra bimor, si dhe çajra të ndryshëm. Uniformat blu kanë shpallur në kërkim administratorin e subjektit, një shtetas nga Bosnia dhe Hercegovina. Ndërkohë proceduan penalisht dy punonjësi që ishin në ambientet e subjektit. Suplementet e sekuestruara përveç se ishin të skaduara, rezultuan se nuk ishin pullën e Agjencisë së Barnave dhe të Ministrisë së Financave, si dhe pa etiketa në gjuhën shqipe. Kjo firmë është themeluar në Bosnjë dhe Hercegovinë prej disa vitesh, ndërsa produktet në vendin ton futeshin ilegalisht dhe reklamoheshin në rrjetet sociale. Ndaj administratorit dhe dy punonjësve rëndojnë disa akuza, si kontrabanda me mallra të tjera, ruajtja apo depozitimi i mallrave kontraband, tregtimi dhe transportimi i mallrave që janë kontraband, fshehja të ardhurave dhe importi, prodhimi, shitja dhe ruajtja e ushqimeve të rrezikshme për shëndetin ose jetën e njerëzve.